Një prej projekteve më të përfolura strategjike që mund të realizohet në Vlorë është edhe investimi në ishullin e Sazanit, për të cilin qeveria shqiptare ka vendosur të shtyjë afatet për realizimin e tij. Këshilltari bashkiak nga radhët e opozitës Altir Doxha thotë se opozita nuk është as pak kundër të tilla investimeve serioze dhe strategjike, por sipas tij ky projekt është në mungesë totale të transparencës. Hoxha thotë se të tilla projekte kanë nevojë për konsultim publik për të parë se si zhvillohet gara. Sipas Altir Doxhës, projekte të tilla zhvillojnë qytetin dhe japin impakt në sektorin e turizmit, por qytetarët janë në terr informacioni nga institucionet shtetërore dhe ato lokale, edhe mbi të mirat materiale që mund të përfitojnë nga projekte të tilla. Ne kemi thënë edhe herë të tjera, nuk kemi kundër investimeve, aq më tepër investimet tuaja dhe serioze, por natyrisht nuk mundemi që të anashkalojmë, po themi, mos konsultimin ose mos transparencën e këtyre projekteve. Padyshim që projekte të tilla për të cilat ne jemi ndjeni vetëm nëpërmjet mediave dhe jo nëpërmjet institucioneve shtetërore, ka nevojë absolutisht për konsultim, ka nevojë për transparencë, për të parë se si zhvillohen këto gara. Sazani është një pikë strategjike, është ishulli më i madh i Shqipërisë dhe natyrisht në qytetin e Vlorës është një pikë turistike e cila vizitohet nga turistët të cilët zgjedhin për të kaluar pushimet verore të tyre në qytetin e Vlorës. Për fat keq, edhe gjatë mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, kur kemi pasur projekt vendimi për miratimin e zonave të plazheve, kjo hapësirë, pra hapësira e plazheve në ishullin e Sazanit, është përcaktuar si një investim strategjik. Ndërkohë, vetë Këshilli Bashkiak, vetë qytetarët e Vlorës, por edhe, po themi, qytetarët nuk kanë asnjë informacion se si po zhvillohet realisht, po themi, konkursi lidhur me zhvillimin e Sazanit. E ritheksoj që jemi absolutisht pro investimeve tuaja, janë investime të cilat i japin një vlerë të shtuar qytetit Vlorës, investimeve të biznesit vlonjat, dhe padyshim që edhe në arenën ndërkombëtare, jo vetëm Vlorën, por gjithë Shqipërinë dhe turizmin, i cili për të thënë vërtetën për qytetarët e Vlorës dhe për biznesin është një zë shumë i rëndësishëm ekonomik, natyrisht që është një hap pozitiv, por pa diskutim ne do të vazhdojmë të ngrëmë zërin tonë sa i përket transparencës, konkurrencës, dhe natyrisht të mirave materiale që mund të krijohen për qytetarët dhe buxhetin e Bashkisë Vlorë sa i përket më pas investimeve të cilat do duhet që të kthehen për qytetarët në të mira për ta. Shtyrja e afateve për realizimin e këtij investimi sipas Altir Doxhës ngre pikpyetje të mëdha edhe mbi faktin se Jared Kushner dhe Ivanka Trump mund të jenë tërhequr nga investimi në Sazan për të investuar diku tjetër, ndoshta në zonën e hidrovorit në Akoni. Gjithçka sipas Doxhës pritet të shihet pasi projekti është në mungesë totale të transparencës dhe opozita do të këmbgul gjithmonë në këtë drejtim. Duke mos pasur një transparencë nga qeveria shqiptare, nga pushteti vendor, të gjitha opsionet dhe të gjitha pyetjet që ju parashtroni apo qytetarët, po themi, kanë si iniciativë për të pasur informacion lidhur me këtë investim, unë mendoj që kjo ka shkaktuar, po themi, një paqartësi dhe shihen vetëm disa kronika në media, për cilat unë ju si media, por gjitha mediat, edhe mediat lokale i falenderoj për transparencën dhe po themi qartësinë që përpiqen t'i transmetojnë qytetarëve të Vlorës. Unë mendoj që vajza e presidentit Trump ka agjendën e saj, natyrisht është një, thash dhe njerë, është një reklam shumë e mirë për qytetin e Vlorës dhe për Shqipërinë në tërësi, por insistoj dhe do të insistojmë gjatë gjithë kohës që të ketë një transparencë, natyrisht dhe një garë të ndershme për njerëzit dhe bizneset apo korporatat të cilat shprehin interes lidhur me këto territore që ju përmendëm. Sa i përket pjesës së Zvërnecit, në informacionin tim është një kompani shqiptare e cila ka shprehur interes, bile madje në informacionin tim janë drejt, po themi, finalizimit edhe të projektit, është një pronë private, dhe këtu nuk ka asnjë vend për diskutim apo për aludim. Sa i përket Sazanit, do të vazhdojmë të insistojmë për të pasur një transparencë dhe për të pasur, po themi, kërkesën e llogarisë për të pasur maksimumin e mundshëm nga kjo pikë turistike. Është tepër e rëndësishme sipas Hoxhës që projekte zhvillimore dhe ato strategjike të zhvillohen në procedura komfort ligjit e në transparencë për publikun. Kjo pasi ka edhe kompani sipas tij investitorë shqiptar që duan të investojnë në të tilla zona. Unë mendoj shumë dhe mendoj dhe dua të theksoj që duhet me do e mos që të gjitha pasuritë publike të kenë pa diskutim zbatimin ligjor, për sa i përket nënshtrimit të tyre për partneritete
qoftë me korporatat tuaja, qoftë me korporatat shqiptare, apo ata që shprehin interes lidhur me zhvillimin e këtyre zonave, shpresoj shumë që të gjitha projektet të jenë transparente dhe të jenë në bazën e një konkurrence të ndershme, pasi nuk janë vetëm kompanitë e huaja të cilat mund të kenë interes për të zhvilluar këto territore, mund të jenë dhe kompani shqiptare, por gjithmonë duke u bazuar te zbatimi i ligjit dhe me korrektësi dhe me përpikmëri për të pasur më pas transparencë dhe për të pasur më pas bashkëpunim dhe normalisht vjedhjen e të ardhurave për qytetarët e Vlorës. Ndërkohë që shtyrja e afatit për realizimin e investimit strategjik në Sazan ngre shumë pikpyetje mbi ecurinë e këtij projekti, nëse ky investim do të realizohet ose jo, por edhe nëse do të zhvillohet diku tjetër.